Ishën edhe këtu një video, kemi një video që lute, në fakt, lete do i tregoj tani, që lute në rrugë ata. Po më pash diku një video tjetër që nuk e ka pa të më pastaj, që u lëshua dhe gaz. I lëshon një gaz të cijas, nuk e di e kemi atë video apo jo, besoj se jo. Ja, ky është momenti që lute në rrugë. Tani çan ndodhi, pse e mbylli Izraeli xhamin Al-Aqsa, xhamin e famshme Al-Aqsa akulla? Shiko, e para njerë duhet të thënë që Xhamia Al-Aqsa Në Jeruzalem apo jo? Po. Xhamia Al-Aqsa është objekti i tretë më i rëndësishëm për muslimanë gjithë botën. Objekti tretë më i rëndësishëm. Pas Mekës dhe Medinës, Xhamia Al-Aqsa është më e rëndësishmja. Po? Dhe duke qenë që ndodhet në Palestinë, është na sjell mbrapa në kujtimin kur filloi lufta, kur filloi intifada e dytë. Ariel Sharoni, në atë kohë, kryeministër i Izraelit. Që ndënjë me vite të tëra në koma. Ndorë 10 vjetë në koma. Pyta, më kej se shumë makëri. Ariel Sharoni shkoi vetë me policitë në xhami dhe hyri në xhami me forcë. Edhe aty filloi intifada e dytë që zgjadhe janë 7-8 vjet. Intifada është, për ata që nuk e kuptojnë fjalën intifada, po. Lufta e qendresa e palestineze. Intifada e parë u bë me gur. Aty lindi Hamasi në intifadën e parë në fund të viteve 80. Intifada e dytë u bë me eksploziv, me kamikaz, që cilët shpërthenin dhe bënin masakre. Po, i mbajmë ato kohë. Terrorizëm. Dhe kjo e 7 tetorit para 2 vjetë e gjysmë që filloi në Gaza, le të themi është intifada e tretë. Here e parë në dekada. Kjo është sot shmja këtu, për sot, në momentin që ndodhet në luftë, ky është një provokim i jashtëzakonshëm për arabët, dhe kjo në fakt bën lojën e Izraelit, e Iranit kjo gjë. Po pse? Sepse mbas asaj narrativa politike e atyre që drejtojnë Iranin tek bota arabe dhe tek muslimanët përgjithësi është e shikoni që kemi drejt ne se këta nuk kemi ne të këshim, po janë këta që janë kundër Islamit. Ju mbyllën dhe xhamin. Dhe bullizojnë dhe mbyllin xhamin arabëve, se ki parasysh që aty për arabët ky është objekti. Dhe ti kur thua që i intereson Iranit, që do të thotë kush e ka mbyll xhamin realisht? E ka mbyll Izraeli. Po pse e mbylli? Di që të më thuash arsyen? Një akt force për treguar që unë jam i fortë, edhe në ditën më të fortë tuaj, unë prap ju. Po pse e mbylli pra kulla? Sepse Netanyahu është i qartë që ka hyrë në një luftë. Kthe kuptova. Dhe po luan gjithçka për gjithçka. Po me çfarë alibi e mbylli sot pra? Nuk ka rëndësi. Ministri brendshëm i Izraelit është kryetari një partie të merrsisht ekstrem. Më ekstrem se Bibi. Bibi s'është ekstrem. Bibi është shumë i moderuar. Është qendër e djathtë. Është qendër e djathtë. Problemi është se Smotrich, që është ministri i financave, dhe ministri i brendshëm, Smotrich, shapele si kroat. Janë si e futbollisti. Janë të dy të partive ekstreme në Izrael. Dhe jo rastisht kërkuan marrjen e ministrisë brendshme. Dhe ky është një moment që por nuk kemi një alibi zyrtare. Jo, s'ka alibi zyrtare, dhe ky është një moment që përveç pra luftës me Iranin, përveç luftës në Liban, përveç luftës së brendshme Iran-Arabe tjerë, rrezikon që të rifillojë luftën civile brenda Izraelit. Rrezikon, teorikisht. Po, kjo është, domethënë, ky është një provokim i niveleve të larta, sepse e kalon, e sjell konfliktin edhe një herë në nivelin e konfliktit teologjik dhe eskatologjik. Sepse ki parasysh aty afër, nuk është vetëm xhamia Al-Aqsa, që është objekti i tretë më i rëndësishëm për muslimanët. Po është dhe muri i lotëve, nga mbrapa, po aty është edhe kisha e lindjes, Krishtit. Janë aty, është trekëndësh. Po, janë. Tani të bëj një pyetje unë, këta që shkojnë tut në xhamin Al-Aqsa. Në Al-Aqsa, më fal. Këta normalisht xhamin e Kutsit i thonë. Kutsit. Po. Çdo më thon Kutsi? Kuts është Al-Aqsaja, Kuts, ata i thonë Jeruzalemit Kuts, ne i themi Jeruzalem, ata. Ah, dakor. Ata i thonë Kuts. Ja, i kemi imazh, i kemi imazh e gazit, ja dhe policia. Dgjoj, o kulla. Ajo që dua të kuptoj, dikush është nga ty. Këta që shkojnë këtu që falen. Kur shkojmë një herë bashkë në Izrael, do shkojmë bashkë te xhamia Al-Aqsa. Me kismet, dgjoj Jani, këta që shkojnë mund të shkojmë diku tjetër para xhamisë apo jo kulla. Po shkojmë te muri, shkojmë te kisha, shkojmë te xhamia. Bravo. Ose nuk shkojmë te muri të kisha dhe nuk shkojmë në xhami. Betlehem është shumë bukur, se në Betlehem dy kishat janë aty, ngjitura me njëra tjetrën. Edhe te kisha franceskane, ata pritrin franceskan rrin me kallash me vet ata. Sa aty është ajo e vjetra ku ka lind ky. Betlehem, edhe Betlehem fritet arabisht, sepse është pjesë e autoritetit perëndimor të
autoritetit lindor, domethënë, të Palestinës. Sa larg është Ramallahu nga këtu? Ramallahu aty, po mos kesh to... Se po shoh të fautën tani. Është 45 minuta me makinë. Është afër. Afër, po gjithçka afër është. Po, nga Jeruzalemi në Ramallah... Po shoh të Netflix kulla, serialin Fauda. Po. E parë jo. Po s'kam nevojë se ti e di që unë e kam bërë faudën veç. Pikërisht po duke e ditur, do të interesonte, do të ashtu, do të pëlqente. E kam parë pjesërisht, po. Vërtet? Po. Tani dëgjoj Po kulla. është shumë pro-Izrael, se nuk janë gjithashtu. Jo, pikërisht jo. Pikërisht. Kjo, unë kujtoja se ishte ashtu. Është e ndarë 50-50. Ta tregon vuajtjen e këtyre. Tregon dhe vuajtjet e atyre. Ka një remor të konscience, ka një vrasje ndërgjegje nga dyja palët. Qanë një izraelite atje, kur një policis atje të Izraelit, atyre shërbime të fsheta, qanë në momentin që torturojnë dikën nga këta, arabët që kamikaz. Pasaj e kundërta, një nga Ramallahu arabe... Tregoj një sekret tani? S'ma le ta mbaroj. Të tregoj një sekret, se ma E pastaj më akuzojnë mua që ndërpres njerëzit, e kupton? Më provokove. Pse? Më dhe një gjë shumë bukur që... Mirë, provokova për mirë, po. Kur kam qenë në shkollë në Izrael para 20 vjetësh, 19 vjetësh, me këta të sistemet e sigurisë, ishin dy, një ishë shërbimit brendshëm dhe tjetër ishë shërbimit jashtë. Që njofe këtë pra, ish ministrin e jashtëm, Eli Cohen. Kur kam qenë në atje, kam shkuar një nga detyrat e kursit ishte që shkuam në një burg dhe intervistuam një nga këta kandidatët për kamikaz. Dakor që ishte kapur. Po ishte në burg, dhe rëfente, do më thënë. Ai nuk e dinte kush ishin, dhe aty, pim kafes, ata pinin çaj zakonisht. Po, edhe? Çfarë tha? Ata i tregonte se si donte ta bënte aktin e veçshpërtimit, i bindur që kjo gjë do ta çonte parajs edhe që sepse ideja është çfarë është terroristi, sepse nuk ka një përkufizim të terrorizmit. Ata i quajnë shahid. Po çfarë është shahidi, çfarë është terrorizmi? Dhe përkufizimi ishte ky, domethënë që ai nuk është se të vret ty, sepse ka gjë me ty, por në doktrinën e vet, ai vret armikun e Zotit vet. Dhe ishte diferenca çfarë është fundamentalisti, çfarë është ekstremisti dhe çfarë është terroristi. T'ja shpjegojmë çik njerëzve me që këta bën një rezolut parlament, por nuk e din realisht çfarë është terrorizmi. Fundamentalisti është një fjalë që është... Ishte kjo parlamenti shqiptar që u kalua para aty, ishte iniciative e kësaj pa, Elisa Spiroparit. Ai kishte iden. Edhe Interesante, shumë e nisë si e pati. Fundamentalizmi është doktrina fetare e besuar në themel e cila nuk ndryshon. Pra, vjen nga një kish nga këto protestantët në Amerikë, që kanë, i pari saj shkroi një libër me 12 volume që quhej Fundamentals, pra themelet. Qartë. Pra, po. Besimin në themel është fundamentalizmi. Tashi, ekstremizmi çfarë është? Kur ti beson që do ta mbrosh besimin tënd, pra fundamentet, pra themelet e besimit tënd, me forma nga më ekstremet. Tani çfarë është terrorizmi? Kur kalojmë tek terrorizmi? Terrorizmi do të thotë që ti do vrasësh, jo se ti do ta vrasësh atë njeriu, por se ti mendon që ti po vret armikun e Zotit tënd. E Zotit që beson. Po. Qartë. Dhe këtu është momenti që ne... Interesante ishte. Por nuk ka një përkufizim ndërkombëtar të terrorizmit. Dhe në Izrael në atë kohë, ne patëm mundësi, unë kam vajtur me njëri ka vdekur nga ta ndjes pas, ka qenë një agent i famshëm i Mossadit, por nga një kancer pastaj. Edhe vajtëm në burg edhe intervistuam një nga këta palestinës, shumë i mirë, normal, bënim shaka, aty ishte dënuar me burg të përjetshëm. Edhe shpjegonte se si ai mendonte që do ta kryente veprën, edhe pa bërë në gjunaf, sepse edhe në Islam vrasja është krim. Normal. Por ajo që në bazë të parimit që unë do shkoj dhe do vras armikun e Zotit tim, atëherë unë nuk i marr gjunafet me vete, sepse unë po bëj një veprim të shenjtë, domethënë, dhe kjo quhej që ajo që ne i themi shplarje truri, domethënë. Pa i vetë ky tipi i takove ti, që ish kamikazi, që nuk u bëkan, që nuk arriti dot i dhe ne. Shpërtheu dot, se kështë shku... Po, pra, që shpërtheu dot. Kështë shku në një stacion autobus. Ky ndërkohë, kër i atakuat atje, para 18 vjetësh, që ishe ti në shkollë, ky ndërkohë, se thuash, ishte i ndërgjegjësuar për aktin, apo thoshte që po kështë mundësi do ta bënte prapë? Jo, i ndërgjegjësuar. Pra nuk do e bënte dot më. Ashtu thotë ai, po ta nxjerrsin nuk e di tash. Ashtu thoshte. Qartë. Po ai ishte nga këta që kishte lindur me intifadën e dytë, pra pasi kishte ndodhur që këta vajtën tek me që jemi te Xhamia Al-Aqsa. Ishte pasi Ariel Sharoni shkoi tek Xhamia Al-Aqsa, madje ekzistonte tash që
ishin lutur hoxhallarët, që Ariel Sharoni që pikërisht bëri këtë shkeli dhe dhunoi objektin më të rëndësishëm fetar të myslimanëve në botë, pra objektin e tretë më të rëndësishëm, Zoti i çoi, pra mallkimi i Zotit i çoi një goditje në kokë, një iktus, dhe ai vdiq ashtu, domethënë pikërisht nga lutjet e hoxhallarëve dhe goditja. Besimi që ata mendonin që ja ka dhënë Zoti në kokë dhe këtij i shpërthyer në të gjakut. Dhe vdiq në krevat vetë. Ndërkohë Ariel Sharoni duhet dish që ishte ushtarak, ishte general, ishte njëri që bëri. Por në të njëjtën kohë, pasi mbaroi intifada, Ariel Sharoni është njeriu që tërheq nga Gaza dhe lejoi pastaj Hamasin të shkonte zgjedhje dhe fitoi zgjedhjet e 2006-s. Kështu që imagjino tash, në 20 vjet se si lëvizin gjërat. Ariel Sharoni ishte edhe shejtani i madh i llogaritur, i quajtur nga këta, i akuzuar nga këta. Ai luftonte terrorizmin sepse ai kishte qenë një heroj disa luftrave të Izraelit, Ariel Sharoni. Por në të njëjtën kohë, Ariel Sharoni u pati këtë goditje, këtë iktus në kokë, dhe këta thoni që e dënoi Zoti, domethënë i erdhi nga Allahu. Ndërkohë ai iku se ishte te partia e Bibit, ai ishte kryetari i partisë Bibit. Dakor. Ai iku nga atje dhe krijoi partinë përpara, Kadima. Edhe si kryetari i partisë Kadima fitoi zgjedhjet u bë kryeminist dhe pastaj ra kjo goditja në kokë. Pastaj kështu ai hemorragji cerebrale. Hemorragji cerebrale dhe vdiq një 10 vite më vonë. Kur vdiqja ai, sa ai deri vonë ka qenë në komë? Ka një 4-5 vjet domethënë. Ore Kulla, para se ikim dhe nga kjo fabul, që është pra brenda fabulës madhe luftës në Iran, mund të më thuash këta besimtarë që shkojnë dhe te xhamia Al-Aqsa, dakord? Janë shtetas izraelit? Shtetas, po. Janë se thuash Arabo-izraelit. Arab që jetojnë në Izrael. Po janë 25% e popullsisë është arabo-izraelite. Prandaj po të pyes. Dhe po janë arabo-izraelite. Nga këta arabo-izraelitët, nga 25%, 5% janë të krishterë. Po mi tani, vide nga zona tjera? 2 ministrat Hamasit janë katolik? 2 ministrat e Hamasit? Janë të krishterë, po. Nga janë? Aty nga Gaza. Interesante shumë. Se në Gaza ka shumë kisha katolike aty. Dhe madje gjatë luftës 2 vjeçare që u bët, disa nga, nëse të kujtohet, disa nga objektet që goditeshin ishin pikërisht kishat, se thonin që Hamasi i fshe armatimet në kisha në mënyrë që mos i godasin dhe kishat administronin spitalet. Kjo ishte edhe arsye pse u bën disa masakra, sepse ata mendonin që po gjuajnë Hamasin dhe Hamasi gjunte nga ty, edhe ndodhen ato masakrat që shiko, në pamjet jashtme kur ne i shohim nga jashtë, pra ti e shef nga televizori këtu, ti e shef masakrën atje dhe thu ç'është kjo gjë që u bë, atje në Liban, në Izrael, atje, po pas çdo goditje, pas çdo veprimi ka një shpjegim, ka një pse. Sigurisht. Thjesht duhet ulesh, ta studiosh ose ta thash pra, dim që ne pse ky e mbylli pikërisht dje par dje këtë ose sot të kishëm. Sa ai e mbylli për xhamin, për treguar një akt force, për t'i thënë gjithëve që unë jam i fortë. Po ditën e Bajramit. Pikërisht pra ditën e Bajramit që bën xhirën e botës, Bibi nuk unë gjë nuk kuptoj. Arabët, me sa kemi diskutuar dhe bashkë, arabët që jetojnë në Izrael, Kulla, janë të asimiluar atje. Bibi Netanyahu nuk janë të asimiluar, po Bibi Netanyahu e di mirë që pas 7 tetorit nuk qëndronin iranianët, po qëndronin arabët. Dhe ngjarjet e tanishme që Irani është në luftë dhe Hezbollahu për krah bashkë me proksit e Hezbollahut në Irak. Thua që Hamasi është Katari, po. Hamasi s'është vetëm Katari, është me vende të tjera. Hamasi, siç e ke parë, nuk ka lëvizur. Nuk ka bërë luftë, nuk ka reaguar dhe përkundërzi krerët e Hamasit në Katar i kanë bërë thirrje Iranit që mos godasi vendet vëllezër arab. Bibi Netanyahu e di mirë që pas goditjes 7 tetorit, pavarësisht se nuk dalin hapur, në mënyrë direkte ose indirekte kanë lidhje shërbimet arabe. Dhe me këtë veprim që bën i thotë arabëve që unë nuk ja u kam harruar. Tjetër muhabet që tash jemi pra është mesazh i koduar. Po sigurisht. E kuptova. Kulla këm kryqësh perlë, më thon. Jam dobësuar prandaj. Sepse nuk para ri ashtu, po. Po në Tiranë që nuk është mbyllur xhamia, pse luten ose falen jashtë, më thot dikush, te Skënderbeu për shembull. Po sepse është numri i madh i besimtarëve dhe nuk kanë ku të futen normal. A nuk kanë vend? Normal. Vetëm për këtë? Po. Dakor. Ata shkojnë në bulevard, nuk është se janë te Skënderbeu zakonisht. Te sheshim atje? Po varet edhe te sheshi ose në bulevard, po nga që është numri i madh i besimtarëve, s'kan ku shkojnë. Nga kjo? Po pse të bën sa xhamia më shumë këtu, apo? Po s'është problemi, xhamiat janë, problemi se s'futen dot gjithë brenda në xhami. Kulla, dëgjoj, ora është 9:43 minuta. Ne do bëjmë një xhiro tani, sepse ka njerëz që
luft, po prapë gjumin do ta bëjnë të mirë. Normal. Ngrihen të luftojnë të nesme tamam.